Shumë e famshme kjo ideja që diaspora bashkëdhetar vinë Kosovë verës kryesisht ose me ndrejgj dhomt, ose me kthyer në shtëpi, në banesë, a është e vërteta që ndron? Ka aspekti shumë arsye të tjera. Ka aspekti stomatologjisë, po gjithmonë ndër vite është po që diaspora vije më së shumti gjatë verës dhe targete ka me i rregullu dhëmbët, sepse si shërbim është shumë më i shtrejt në për vendet e jashtme, kështu që e gjejnë vetën edhe kanë kulturën e tyne, komunikimi pastaj se është shumë me rëndësi, komunikimi mjek-pacient, kur është gjuha e njëjtë, kur është komunikimi më transparent. Besimi që ofron. Thjesht i besojnë më shumë vetit se sa të huajit në këtë aspekt. Kështu që po, ne e vrejmë diferencë. A bëhet turizëm dentar në Kosovë? A është e vërtet? Apo është vetë shprehje? Thjesht, ndoshta kishte më quaj turizëm, sepse vinë për darsma, vinë për me pa familjet e tyre, sa i përket aspektit që shohin edhe gjanat e ndryshme në Kosovë, sigurisht që nuk kemi arrit në Kosovë me bë Kosovën ende shumë turistike, mirë po diaspor ka, sigurisht që ka. Njerëz të huaj të cilët kanë ndoshta lidhje me shqiptar që jetojnë jashtë vendit, edhe aty e shohim që për shembull kanë shok apo shoqe që s'janë shqiptarë, mirë po e kanë pasë i rregullojnë mirë dhëmbët edhe vinë me ta faktikisht në atë aspekt po, mirë po sa shetisin në për Kosovë atë nuk jam shumë e sigurt 100% se sa arjes e vetë. Po të Ermali, sa në këtë periudhë diaspora, sa janë të interesuar për me ble prona në Kosovë? Janë mjaft interesum, arsyet normal janë që spari është si ide shumë e mire investimin, pasi që Kosova është vend në zhvillim me sipër. E dyta është që ju duhet edhe aty në pas një vend sigur që i lojnë senet e veta, që bojnë një zgjomë edhe shijojnë gjatë ditës tani mu shëtit, mu knaq me familje, po edhe kemi vrejt interesim që edhe blejmë prona për familje.